Përshëndetje miq, përshëndetje. Sot 53 ditë përballë zyrës së kryeministrit që drejton qeverinë më të korruptuar të Europës dhe një nga më të korruptuarat e botës. Pse qëndrojmë këtu dhe pse nuk I ndajemi këtij sheshi përballë atyre që na vjedhin? Sepse siç tashmë jeni dëshmitar, shumë nga ju në fillim kanë menduar që do e bëj drejtësia këtë punë, të presim nga drejtësia. Po fakti është dhe po provohet çdo ditë që këta me instrumentat që kanë, po I bëhen pengesë drejtësisë. Se sigurisht që për disa përpara Belinda Baukut, që nuk paraqesin ndonjë interes shumë të madh brenda asaj partie, Edi Rama I lëshoi. Ndërkohë tashmë që drejtësia po avanconte te njerëzit më të rëndësishëm në atë parti dhe në atë pushtet, ai po bën çdo gjë për ta ndalur. Tani janë 52 ditë. Kujtoni datën kur prokuroria ka kërkuar heqjen e imunitetit të Belinda Baukut. Kujtoni sa ditë ka për të kuptuar çfarë po bëjnë. U zvarrit dhe po zvarritet vendimi I gjykatës kushtetuese, sërish po e shtyn. Ishte data nuk e dhanë. Sot ka qenë komisioni I mandateve në kuvend që e shtyu seancën për vlerësimin e kërkesës së prokurorisë për një datë të pacaktuar. Tani do thoni ju pse ndodh kjo. Këta përmes zvarritjes institucionale që po bëjnë, sepse e kanë gjithçka në dorë, po mundohen që të shfrytëzojnë hapësirat e nenit 118 të rregullore së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Tani, neni 18 I rregullores së Kuvendit, që bën fjalë për dhënien e autorizimit për caktimin e masës së sigurimit të arrestit në burg ose në shtëpi, ose heqjes së lirisë në çfarëdo lloj forme për kontrollin personal ose të banesës, ja ku e keni, regjia, më thuaj, neni 118, në pikën 5 thot, në rastin kur kuvendi nuk merr vendim për dhënien ose mosdhënien e autorizimit për caktimin e masës së sigurimit të arrestit në burg ose në shtëpi, ose heqjes së lirisë së çfarëdo lloje forme, apo kontrollit personal ose të banesës së një deputeti, brenda 3 muajve nga data e paraqitjes së kërkesës përkatëse, atëherë kërkesa konsiderohet e rrëzuar nga kuvendi. Pra çfarë thot kjo dispozit e rregullores neni 118 të rregullores kuvendit? Thot që nëse nga data që prokuroria ka depozituar kërkesën në kuvend, kuvendi me kalimin e 3 muajve nuk shprehet, kërkesa konsiderohet e rrëzuar, që do të thot, edhe pse nuk shprehet, është njësoj sikur të ke shprehur dhe ta kish rrëzuar. Pra Edi Rama po kërkon që përmes zvarritjes të kalojë afati 3 mujor nga dita e paraqitjes së kërkesës në kuvend nga prokuroria e posaçme, që kërkesa të rrëzohet vetiu dhe të mos detyrohet ai dhe partia që ai drejton, që të detyrohen të votojnë për ta rrëzuar. Sepse kjo do t'i fusë ata përballë ndërkombëtarëve në një përplasje të hapur, duke dalë kështu kundër drejtësisë. Pra ajo që po synon Edi Rama dhe Partia Socialiste, në fakt jo Partia Socialiste, Rilindja, respekt maksimal për socialistët e ndershëm, Rilindja këta janë Rilindja, është që përmes zvarritjes dhe procedurave ligjore, t'i ikim përgjegjësisë me procedurë. Ndaj është e rëndësishme që populli të jetë në shesh pa ndalim. Ndaj e bën protestën e 20 dhjetorit, e dinim që në fillim që do ta bënin këtë gjë këta, po koha po e vërteton. Ndaj e bën protestën e 4 janarit, edhe ku na dhunuan, arrestuan, na hoqën plasmasin, na hoqën tëndën, na hoqën ngroset, prap në njëm këtu, sepse e dinim që kjo do ndodhte. Ndaj e bën protestën e 17 janarit, ndaj e kemi thirr protestën e datës 31 janar në orën 6, sepse ne jemi të bindur që ata do bëjnë çdo gjë për ta ndaluar këtë histori
dhe duke ndaluar këtë histori ndalojnë shkëputjen e shtetit shqiptar nga tranzicioni. Vazhdojnë dhe vjedhin dhe nuk mbajnë përgjegjësi. Ndaj në 31 janar, ditën e shtunë, këtë të shtunë, në orën 6 pasdite, masivisht në shesh, i madh e i vogël, përballë atyre që na vjedhin, përballë atyre që kur ti që më dëgjon, vendos në një tjegu te shtëpia jote, se ata nuk të kanë dhënë leje, të marrin dhe të arrestojnë. Që kur ti që më dëgjon, ke marrë energji elektrike, në kundërshtim me ligjin, nuk është mirë ta marrësh, po ka ndodhur. Të kanë marrë për leckash, të kanë futur në burg. Ndërkohë këtë Belinda Baukun apo këta takshit a me radh që vjedhin 10 milion euro, do me thënë vjedhin. Ende ajo nuk është me vendim gjykate, po prokuroria thot që e kanë deformuar tenderin. Rrin dhe u bëjnë temena. I mbajnë në përzyra, vazhdojnë kanë bodyguarda, kanë shofera, kanë makina, shkojnë parlament, tauen, bëjnë qau do qefi, ty të marrin për leckash, për një tjegu, ata për 53 milion euro rrin edhe në taujnë. Ndaj, është shumë e rëndësishme që të mos ndalemi. Është shumë e rëndësishme që të organizohemi në datë 31 janar, në orën 6 pasdite, masivisht në shesh. Masivisht, pasi ata nuk ndalen së na vjedhuri, as të hënën, as të mërkurën, as të shtunën, as të 8 të mëngjezit, as të 12 të drekës, as në 6 pasdites, as në ditë të pushimit, as në ditë të Zotit, nuk ndalen. Dhe i bëj thirrje çdo demokrati të ndershëm të jetë dëshesh, sepse është e vetmja mënyrë për të krijuar një bashkim të madh përtej flamurëve të partive. Sepse Shqipëria sot ka nevojë për një bashkim të gjithëve përtej një partie konkrete. Sepse vetëm kështu bëhemi shumë për ta vënë këtë me shpatulla pas murit dhe ta detyrojmë të doriqet. Nuk është çështje ego, që ne duam t'i themi PD-s hiqni ju flamurin e partisë se kështu duam ne. Jo, po sepse ju të gjithë e dini që pavarësisht protestave që keni bërë në 13 vite, nuk ja keni dalë dot sepse nuk mjaftojnë numrat e një partie për ta mundë Edi Ramën, dhe kjo është e vërteta e madhe. As Lëvizja Shqipëria bëhet, nuk e mund dot sot Edi Ramën, nuk e mund dot as nesër, sepse ky ka ndërtuar një sistem monstruoz të deformimit vullnetit qytetar. Dhe ne të gjithë bashkë, si demokratët, si ne, si socialistët e ndershëm, si ata që janë marrë fare me parti politike, nuk kemi kohë dhe nuk e kemi luksin të presim 30 vjet, apo 20 vjet. Të presin ata që më shesin Shqipëria bëhet 20 vjet sa Adriatiku të vijë dhe të ketë bërë shumicën në këtë vend, apo një parti tjetër të ketë bërë shumicën në këtë vend. Çfarë kuptimi ka kjo? Hallet janë sot. Ikja emergjente që bëjnë qytetarët është sot. Shpopujimi masiv është sot. Ilaçet spitale mungojnë sot. Ndaj është domosdoshmëri që të bashkohemi masivisht përtej të gjithë flamujve partijak në një flamur të përbashkët që është flamuri kombëtar. Dhe kush e ka seriozisht dëshirën për ndryshim, rrëzimin e pushtetit të Edi Ramës që na vodhi palcën, duhet jetë këtu përballë Edi Ramës. Nuk mjaftojnë llafet, nuk mjaftojnë emisionet të televizor, nuk mjaftojnë videot në Facebook. Ne nuk jemi celebrity që dalim edhe bëjmë video për të influencuar do veshësh këtë oj pantaloni në këtë sezon, apo këtë oj kapele për verën. S'është ky qëllimi i politikës, as i njerëzve publik që merren me politikë. Qëllimi i politikës është të gjejë zgjidhje për ilaçet që mungojnë në spitale, të gjejë zgjidhje për korrupsionin e jashtëzakonshëm që ndodh, për vjedhjen që ndodh parave publike, të gjejë zgjidhje që fëmijët e këtij vendi të ngrohen në shkolla, e të rinjtë e këtij vendi të mos ikin nga ky vend. Po more, unë do doja që pushtetin sot ta merrim ne si Lëvizja Shqipëria bëhet të vetëm. Po a është kjo objektive? Jo, nuk është objektive. A mund të tregojemi ne dogmatik dhe të mendojmë që ne jemi më të mirët dhe shqiptarët duhet të presin që vetëm ne ta ndryshojmë këtë vend? Jo, shqiptarët kanë nevojë sot
që të gjithë në klasën politike të bëhen të përgjegjshëm dhe të gjithë të bëjnë disa hapa pas, të nxjerrin flamurin kombëtar përpara, të tërhiqen ata njerëz cilët e kanë provuar veten, po ka rezultuar që ka probleme këtu dhe me ndërkombëtarët, dhe të përbahemi si qytetar masivisht me hajdutët që na vjedhin. Pastaj, me një qeveri tranzitore të përbërë nga intelektualet më të mirë, për 12 muajt përgatisim zgjedhje të lira dhe demokratike, dhe në zgjedhje të fitojmë i miri. Por duhet të gjithë bashkë për të imponuar Edi Ramës dhe për të fituar edhe mbështetjen dhe simpatinë e ndërkombëtarëve për disa pika: 1. Qeveri tranzitore; 2. Reformimi i kodit zgjedhor. Partia Demokratike të distancohet totalisht nga bashkëpunimi i fundit që ka bërë me Edi Ramën në korrik të vitit 2024, duke i dhënë atë kod që i ka dhënë 9 deputet qyll sot, dhe të vijë te propozimi i një demokracie reale që është sistemi proporcional kombëtar me lista të hapura, dhe të bëhemi të gjithë bashkë për ta imponuar Edi Ramën që të demokratizohet vendi. 3. Reforma territoriale që duhet jetë jo siç do Edi Rama, po siç duhet. E me radh. Kështu që ftoj në datë 31 janar në orën 6 pas dite çdo socialist të ndershëm të vinë në shesh për të bërë bashkë përballë atyre që na vjedhin. Çdo demokrat të ndershëm të jetë në shesh për të imponuar së pari Partinë Demokratike, leadershipin e saj, që të marrë masa, që të jetë në shesh për te një flamuri politik, por partijak, por në flamurin kombëtar, dhe së dyti të gjithë bashkë të imponojmë Edi Ramën dhe të gjithë subjektet e tjera. Kam një thirrje edhe për shoqërinë civile. Ka një nisëm nga një grupim intelektualësh për të krijuar një bashkim të madh qytetar këtu, pra të gjitha flukset. Bashkohuni. U kam quar guaf zotrinve të iniciativës në fjalë që të shtrim bashkëpunimin e tyre dhe me antarë të tjerë të shoqërisë civile, me personalitete që janë të dëshmuar si njerëz që kanë punuar në interes të demokratizimit të vendit, që grupi i tyre të bëhet edhe më i madh dhe thirrja drejt partive politike të jetë edhe më e madhe, dhe nën këto parime që ne kemi propozuar dhe besoj që janë të duhurat, të ketë një bashkim të madh në shesh, pa u ndalur pastaj, dhe t'i thrasim shqiptarët në gjithë Shqipërinë, në çdo shesh të aveut, të dalin për të kërkuar qeverinë tranzitore dhe demokratizimin e vendit. Ky është një moment shumë i rëndësishëm. Nëse këta nuk mbajnë përgjegjësi për këtë lloj hajdutërie, barbarie që kanë bërë, po kaluan këtë, çfarë i ndal më pastaj? Përse do ndalen për 500 milion euro kur nuk u ndalen për 200 milion të vjedhura? Që dihen, a? Pse do ndalen për një gjë tjetër kur nuk u ndalen kur kapen nga fil, hapur? Përse? Pse nuk organizohen shqiptarët tani, po duhet ikin dhe një 100.000 të tjerë nga ky vend, e të zbrazet më shumë, e të plaket më shumë, e pastaj ne të kërkojmë që të bëhen bashkë. Nuk bëhen bashkë më vonë. Nëse s'bëhen tani, nuk kam se bëhen më vonë. Nuk ndodh. Sepse do vazhdoj teoria që jo po ka dal ky, jo po jemi ne, jo po janë ata, jo po organizon ky, jo po që ai, jo po mua ky s'më pëlqen, jo po ne jemi më të gjatë, jo po ju jeni më të shkurtër. Dhe ndërkohë Edi Rama me hajdut të vetë rrin pushtet. Si thoshin romakët, divida et impera. Për qa dhe sundo. Ndaj bëj thirrje të gjitha atyre që merren me politikë në nivel drejtues të reflektojnë dhe të çlirojnë qytetarët, flukset e të gjitha subjekteve politike, të zbresin në shesh, të krijohet komiteti qytetar për qeverinë tranzitore, i përbërë nga antarë të shoqërisë civile, intelektual dhe përfaqësues partive politike, jo kryetarët, përfaqësues partive politike, dhe të krijohet një front i madh përballë hajdutëve që na grinë. Kjo nuk është lojë. Kjo është një betejë që duhet ta bëjmë. Uroj shumë që çka thash sot
të zënë vend në shpirtin dhe mendjet tuaja, po dhe të dëgjohen nga ata që e kanë për detyrë t'i përgjigjen nevojave të popujt ton që po vuan. Ju përshëndes. Në ditën e 53 sot ju presim ditën e shtunë 31 janar në orën 6 masdite masivisht në shesh. Shpërndajeni këtë live, shpërndajeni masivisht që sa më shumë qytetarë të marrin ndjeni. Ndërkohë nga ana tjetër, për të gjithë ata dashamirës që duan të kontribojë që kjo të vazhdojë dhe betejë të bëhet edhe më e madhe, në www.shqipëriabëhet.al të kontribojnë ekonomikisht, pasi kjo përballje këtu ka kosto dhe veta që lidhen që nga ngroja te ushqimi e me radhë. Ju përqafoj dhe ju kërkoj mbështetje. Mirupafshim, shihemi të shtunën 31 janar ora 6 pasdite me gra, me fëmijë, me të afër, me shoqëri, të gjithë të shesh.